Gjithsesi është një logjistik ekstreme enorme për neve si komitet, sepse kemi një delegacion rekord me numrin e sportistave, gjithashtu një delegacion rekord me numrin e trajnerëve automatikisht, dhe mendojmë që kjo është një mundësi e artë, mundësi e veçantë për sportistët, trajnerët tonë të krijojnë mas pari të marrin pjesë në gara, po shpresojmë edhe në sukses edhe në medalje, po gjithsesi edhe në qoftë se nuk ka medalje të jepin maksimumin e tyre, të sfidojnë veten dhe të jetë kjo një sfidë gjenerale apo një probë gjenerale para Prishtina 2030, lojrat të cilat do të zhvillohen në Kosovë, ku presim të kemi shumë sukses. Pra kjo është një pjesë e rrugtimit apo makroplanit, makrociklit të cilin ne kemi për Prishtina 2030. Organizimi i lojrave mesatare është pak a shumë në nivelin se si organizohen edhe lojrat olimpike. Pra shumë dimenzional me shumë fusha të veprimit dhe natyrisht që është shumë kompleks. Taranto gjatë rrugtimit të saj për organizimin e lojrave mesatare ka pas shumë ndryshime politike, shumë ndryshime të komiteteve organizative dhe natyrisht që disa operacione janë kryer me vonesë apo në momentin e fundit. Po shpresoj që ne, që i kemi tash edhe 4 vjet e pak muaj, kemi edhe afat, edhe kohë, edhe mundësi, edhe luks, me të vërtet të bëjmë një garë fantastike dhe të krijojmë përveç asaj të trashëgimisë infrastrukturore, që unë mendoj që është shumë edhe më e rëndësishme është trashëgimia njerëzore dhe mendoj që ajo edhe përmes programeve të ndryshme të cilat do i zhvillojmë, Games Academy i cili do të zbatohet nga Komiteti Olimpik i Kosovës, por edhe shumë programe tjera në bashkëpunim me Komitetin Ndërkombëtar të Lojrave Mesatare, mendoj që do të jemi në momentin e duhur të përgatitur për të treguar të gjithë botës se jemi të aftë organizojmë. Lakmia u marr për nivelin të cilin e kanë sportistët. Unë gjithsesi prap jam më shumë i thari një infrastrukture të qëndrueshme, sepse ajo të krijon edhe trashëgimi, mbetet aty për gjeneratat e tjera të cilët do e vazhdojnë, për gjeneratat e tjera të cilët do e gëzojnë. Pra, unë jam më shumë i lumtur për renovimin e konvikteve të cilët po bëhen për momentin Prishtinë, sa ata do të mbesin, kurse Ania në momentin që mbyllet kontrata, ata do të kthehen. Po për momentin, për sportistët të cilët janë aty, është një nivel i jashtëzakonshëm, është një standard të cilin fatkeqësisht nuk e dia do të kenë mundësi ta përjetojnë edhe ndonjë tjetër garë, se as në lojra olimpike nuk ekziston ky standard me këtë ushqim, me këtë akomodim, me këtë nivel të kontentit të cilin e kanë ata në fshat, por ju them përsëri që infrastrukturat të cilën ne e krijojmë tash me renovimin e qendrës së studentëve është shumë më e mirë sepse ajo është një trashëgimi e jashtëzakonshme për të ardhmen akademike në Kosovë.